Po është shumë e rëndësishme që ne së pari të krijojmë vetdijen që këtë çështje ta adresojmë kudo që kemi mundësi. Është shumë e rëndësishme që me çdo që flasim dhe duhet të sqarohemi në radhë të parë me vetveten se ajo çfarë ka ndodhur në Kosovë ka qenë e planifikuar, e projektuar për të shkatërruar shqiptarët. Sipas normave ndërkombëtare, kjo është e sankcionuar si gjenocid. Faktet për këta janë 10.000 civil shqiptar të vrarë gjatë luftës së fundit, janë 20.000 persona të keq trajtuar seksualisht të gjitha gjinive dhe të gjitha moshave, janë mbi 1 milion shqiptarë të cilët janë dëbuar masivisht me dhunë nga vendi i tyre, nga Kosova gjatë kësaj periudhe të luftës dhe janë shkatërruar objektet e banimit, objektet e trashëgimisë kulturore, është tentuar të shkatërrohet komplet identiteti shqiptar. Domethënë, cak i shkatërimit që është projektuar në Beograd kanë qenë shqiptarët. Dhe sigurisht që ne duhet që këtë gjë ta aktualizojmë aty ku kemi mundësi, gjithmonë me secilin që flasim, siç thash në radhë të parë me vetveten, po pastaj të flasim edhe me miqtë tanë, të themi hapur dhe të mos kemi ngurrim nga ajo që kemi përjetuar, sepse kjo ka qenë një tragjedi e jona që e kemi përjetuar në luftën e fundit. Nuk ka qenë hera e parë që ne kemi përjetuar gjenocidin nga Serbia. Hera e parë ka qenë në vitin 1878, pastaj në vitin 1912 e këndej, gjatë luftës së dytë botërore dhe së fundmi në luftën e fundit më 1998-1999, pa hyrë në periudhat e ndërmjetme që kanë qenë gjithashtu teje të vështira për shqiptarët. E kujtojmë ne si gjenerat e kujtojmë jashtëzakonisht mirë periudhën e Miloševićit, kur të kesh qenë shqiptar ka qenë një sfidë e vërtet. Vetë fakti që je identifikuar si shqiptar, policit i është lejuar të maltretoj, të burgos, të rrahë në rrugë, të bëj me ty çfarë të doj dhe e drejta ajo të inxhineruar jo vetëm nga Miloševići, absolutisht, po që nga Serbia e hershme, për zhdukur shqiptarët nga ky habitat, nga ky midis gjeografik. Pikrisht, po. Prandaj e përmenda inxhinerik edhe akademik. Prandaj e përmenda vitin. Dhe ka arsye gjitha parametrat që janë që të trajtohet si gjenocid ajo çfarë ka bërë Serbia në Kosovë, që nuk është aktualisht. Absolutisht. Është kuvendi i Kosovës i pari që e ka cilësuar si gjenocid veprimin e forcave serbe në Kosovë dhe ka caktuar 15 janarin si ditë e përkujtimit viktimave të gjenocidit. Siç e thatë edhe ju, zyrtarisht në kalendarin e shtetëror për të shënuar këtë datë, ndoshta nuk është, por ne e trajtojmë si datë shumë të rëndësishme, si datë edhe që përkon me masakrën e Reçakut, me qenë se masakra e Reçakut është akti gjenocidar që ka ndodhur në Reçak, ka lëvizur krejt botën demokratike dhe bota ka kthyer syt kahne. Dhe që nga ai moment ne jemi marrë në mbrojtje, jemi parë ashtu siç kemi qenë dhe bota nuk ka mund të mbyll syt para krimeve që po ndodhin në Kosovë. Ma vonë edhe pas masakrës së Reçakut kemi edhe një numër shumë të madh me numër edhe më të madh të viktimave se sa në Reçak. Mirë po, Reçaku ishte ajo që e sensibilizoi botën. Shkëndija Çelekundi gjithë vëmendjen dhe ktheu ka ne gjithë reflektorët e vëmendjes interesimin e komunitetit ndërkombëtar, kur ngriti gjithë botën demokratike që të ndalë tiranin. Si zakonisht në këto raste, kur një popull është në vështirësi, është në hall me një poshtues tegër, siç ka qenë Serbia, ndodhet një engjëll mbrojtës, siç ka qenë ambasadori Walker, dhe e bën cilësimin e duhur dhe krejt bota e merr vesh çfarë po ndodhte te ne. Krim kundër njerëzimit.
Po, ai e ka cilësuar atëherë si krim kundër njerëzimit me shumë vetdije, duke e ngritur në nivelin nga krimet luftës që trajtoheshin atëherë krimet luftës, në nivelin e krimit kundër njerëzimit, që ishte një nivel më i lartë, mirë po në fakt ajo çfarë ka ndodhur në Kosovë dhe që duket më vonë edhe pas masakrës së Reçakut, me masakrën e Mejës, me masakrën e Krushës, me transportimin e kufomave të shqiptarëve, fshehjen e tyre në varrezat masive në Serbi, gjithkund kemi akoma, e dini ju, kemi 1600 shqiptar fati të cilëve akoma nuk dihet, janë të zhdukur me forcë, dhe gjitha këto e kanë dëshmuar se në fakt këtu kemi pas të bëjmë me krimin e gjenocidit. Se krimi i gjenocidit është shkalla më e lartë e krimeve që mund trajtohen.